Shikues të Ora News, mirëmëngjes, do t'jemi së bashku në këtë edicion të parë informativ, ku do të njehemi me zhvillimet kryesore të ndodhura në 24 orët e fundit, por po ashtu edhe në ato zhvillime që do të pasojnë në minutat në vijim. Pa humbur kohë, do të ecim menjëherë me të parat dhe këtë edicion do të hapim me zhvillimet të politikës. Presidenti Bajram Begaj ka kundërshtuar vendimin e gjykatës kushtetuese mbi pezullimin e zgjedhjeve në Tiranë. Në një argument prej 14 faqesh, ai e quan të padrejtë pezullimin e dekretit për votime më 9 nëntor, ndaj kërkoi që institucioni më i lartë i drejtësisë të rrëzojë pretendimet e Erion Veliajt. Gjykata kushtetuese ka vendosur të mblidhet në seancë në datën 31 tetor për të shqyrtuar ankesën e Erion Veliajt që kundërshton shkarkimin nga Këshilli Bashkiak i Tiranës dhe më tej firmosjen nga qeveria, por edhe anullimin e zgjedhjeve të 9 nëntorit. Si palë në proces, presidenca ka dërguar argumentet përmes 14 faqeve, ku mësohet se paraqitet procedura e ndjekur nga shpallja e vakancës dhe deri në firmosjen e dekretit për zgjedhjet e parakohshme. Madje kreu i shtetit edhe njëherë ndan mendimin se Veliaj u shkarkua prej mungesës 7 mujore në detyrë, çka konsiderohet akt administrativ. Ndaj dhe institucioni i kreut të shtetit shton se ankimimi duhej të paraqitej në gjykatën administrative. Më tej kreu i shtetit shton se edhe vendimi pezullimit të zgjedhjeve është marrë në mënyrë të njëanshme, duke marrë vetëm argumentet e Veliajt. Më tej Begaj shton se që në fillim të seancës gjykata kushtetuese do të shpallë mos kompetencën për dekretin dhe të heq pezullimin e dekretit për zgjedhjet e datës 9 nëntor. Madje kushtetuesja sipas dokumentit duhet të urdhërojë KQZ-n për përgatitjen e zgjedhjeve në kryeqytet. Veliaj mungoi për 7 muaj në detyrë pas arrestimit në 10 shkurt me kërkesë të SPAK. Në 23 shtator, Këshilli Bashkiak miratoi shkarkimin, çka më tej u firmos dhe nga qeveria. Me marrjen e njoftimit të vakancës, presidenti dekretoi zgjedhjet. SPAK tashmë ka përfunduar hetimet për Veliaj, duke dërguar në gjykatën për korrupsion dhe krim të organizuar kërkesën për nisjen e gjykimit me 13 akuza. Ndërkohë, Partia Demokratike dorëzoi në kuvend kërkesën për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj, duke akuzuar për 7 shkelje të kushtetutës, ndërsa mazhoranca socialiste në fakt paralajmëroi rrëzimin e nismës, ndërkohë zyra e presidentit i konsideroi akuzat e pavërteta. Partia Demokratike zyrtarizoi në kuvend kërkesën për nisjen e procedurës për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj me pretendimin se ka shkelur 7 herë kushtetutën me vendime dhe veprime, por mazhoranca socialiste menjëherë bëri të qartë se nisma për kreun e shtetit do të rrëzohet. Gazmend Bardhi në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike tha se kërkesa është argumentuar në një material prej 80 faqesh, të mbështetura me 21 prova shkresore prej 224 faqesh. Ka dekretuar zgjedhje të përjetshme vendore në Bashkinë e Tiranës me ndërhyrjen brutale antikushtetuese në çështjen e mandateve të gjyqtarëve kushtetues. Ka dekretuar në mënyrë antikushtetuese ligjin për ndryshimet në ligjin bazë për komisionet hetimore. Dekretimi antikushtetues i ministrit virtual Djella për fshirjen e trupit diplomatik që emrohet dhe shkarkohet për ti në fushatën elektorale të vitit, ka ndërhyrë në mënyrë antikushtetuese përmes kabinetit ti në procesin zgjedhor, përfitimet personale dhe të birit në shkelje flagrante të kushtetutës. Krahas pretendimeve për 7 shkelje kushtetuese, Bardhi tha se është e faktuar se presidenti rezulton që merr të ardhura në një rrjet klinikash mjekësore private dhe jep mësim në Akademinë e Forcave të Armatosura. Ku ka mundësi për lek, do gjeni zotin Begaj apo familjen e tij. Me këto argumente, demokratët kërkojnë nisjen e procedurës për të larguar Bajram Begaj nga detyra e presidentit të Republikës. Do kërkojnë mbrojtje politike nga Edi Rama, por opozita bën detyrën e vet. Taulan Balla në cilësinë e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste paralajmëroi rrëzimin e kërkesës së demokratëve për shkarkimin e presidentit Begaj menjëherë pas zyrtarizimit. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Madje nuk do ngrihet. Duke bërë të qartë qëndrimin se presidenti nuk shkarkohet me dëshira politike, Balla nuk i kurseu as ironit për rivalet politik.
A ka ngelur në një institucion që nuk ka kërkesë për shkarkim, kryetari i Kuvendit, presidenti. Për rastin konkret. Më than që kanë bërë kërkesë gati për shkarkimin e zotit Pllumb Bilinçi. Ndërkohë, përmes një njoftimi për shtyp, institucioni i presidentit mohoi akuzat duke thënë shkurt se janë të pavërteta. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka promovuar sot nismën e tij duke publikuar pretendime rreth fakteve që nuk janë të vërteta. Presidenca vijoi duke thënë se presidenti i Republikës për që parlamenti të hetojë rreth akuzave të Partisë Demokratike me profesionalizëm dhe transparencë të plotë. Ndërkohë, sot Kuvendi mblidhet në orën 10 për seancën plenare ku në rend të ditës janë raportimet e disa institucioneve, por po ashtu edhe ngritja e komisioneve hetimore për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Gjithsesi, ndoshta debatet do të shtrihen edhe më tej ku në fokus të zhvillimeve të politikës janë po ashtu përplasjet mes opozitës, presidentit dhe gjykatës kushtetuese. Pa humbur kohë, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e politikës Isa Myzyra. Të përshëndes. Mirëmëngjesi nga studio, ndërkohë që ti e përpara ambienteve të seancës plenare, dua të të pyes ashtu sikurse e ceka pak rendin e ditës të seancës që pritet të nisë në orën 10 dhe po ashtu qëndrimi ndoshta i opozitës që do të ketë ditën e sotme në seancë, jo vetëm për ngritjen e komisioneve, por po ashtu edhe për atë që ka kërkuar shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Dy rrugë mund të ketë seanca e sot me parlamentarë, një seancë maraton e gjatë, ku do të shqyrtojnë një sër projekt ligjesh dhe projekt vendimesh, ose rruga tjetër e Partisë Socialiste paralajmëruar që në seancën e parë të kryeministrit të vendit Edi Rama, ku ka thënë se seancat mund të zgjasin sa një proces votimi në parlament. Është ende pa qartë, pra nëse do të kemi një seancë normale, pra ku do të shqyrtohet rendi i ditës dhe do të kalohet pik për pik rendi i ditës, apo një seancë e cila do të mbyllet brenda orësh, siç kanë vepruar prej muajit shtator Partia Socialiste me forcën e kartonit. Gjithsesi, bazuar në rendin e ditës, është një seancë mjaft e rëndësishme, ku dy pritet të jenë çështjet ndoshta më kryesore që pritet të diskutohet në parlament, ajo për ngritjen e komisionit të posaçëm të reformës administrativo-territoriale dhe komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore. Palët pavarësisht janë ofruar, nëse mund ta quajmë, në mendime, ka ende pika që i ndajnë ato, për shembull tek reforma zgjedhore, opozita kërkon që numër të barabartë antarësh, por antarët të jenë nga Partia Demokratike, por të përfshihen edhe grupet e tjera parlamentare, ndërkohë që majoranca ka thënë se 8 antarë do t'i takojnë majorancës, ndërkohë që antarët e tjerë do t'i takojnë partive parlamentare, duke dhënë hapësirë edhe për partitë e tjera të përfshihen si opozita aty, ndërkohë që Partia Demokratike thotë se Partia Social-Demokrate nuk ka pse të përfshihet në opozit, kur historikisht ka votuar projekt ligje dhe vendimet e ministrave, ndërkohë që tek reforma administrativo-territoriale gjithashtu opozita kërkon numër të barabartë antarësh, referuar në precedentin e vitit 2014, por majoranca thot se nuk mund të ketë vota të barabarta për shkak se tradita e do që këtë komision ta drejtoj majoranca. Gjithashtu do të kemi një numër të rëndësishëm, nëse mund ta themi kështu, të institucioneve të pavarura që do të raportojnë ditën e sotme në seancën plenare, përfshirë Avokatën e Popullit, Institutin për Studimet e Pasojat e Komunizmit, Autoriteti për Informimit mbi dokumentat e ish sigurimit të shtetit dhe Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, dhe pas raportimit të tyre do të kenë mundësi që deputetet u bëjnë pyetje këtyre institucioneve dhe më pas të votohen edhe rezolutat. Është një moment i rëndësishëm për sa i përket institucioneve të pavarura, pas javën tjetër pritet të raportojnë institucionet e drejtësisë, ndërkohë që më shumë do të jetë thjesht një procedurë parlamentare se sa diçka konkrete, Lili, për arsye se rezolutat që do të kush është thelbi raportimeve në kuvend të këtyre institucioneve është që pas raportimit kuvendi miraton rezoluta, pra që u lë detyra institucioneve të pavarura për të kryer. Por detyrat këtë vit mund të përfundojnë, pra rezolutat do të jenë vetëm për 2 muaj, për shkak se përfundon viti 2025 dhe rezolutat nuk kanë më vlerë. Dhe kjo vjen për shkak se këto institucione duhet të raportonin që në muajin mars përpara zgjedhjeve elektorale të 11 majit, por kuvendi vendosi që t'i shtyjë ato për legjislaturën
e re, gjithashtu do të diskutohet një projekt ligj i mjaft i debatueshëm në Shqipëri, ai për mbetjet, projekt ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe pjesën kryesore të debatit. Nëse do të ketë debat, pritet për ta zënë sigurisht çështja që ka dominuar opinionin publik vitet e fundit, ajo e incineratorëve. Tani më qeveria duket sikur ka hequr dorë nga incinerimi i mbetjeve dhe është rikthyer tek planet e vjetra, në fakt ato që janë rekomanduar historikisht edhe nga Bashkimi Evropian dhe institucionet e tjera ndërkombëtare. Ndërkohë që do të ngrihet edhe një grup i posaçëm parlamentar për të përzgjedhur kandidaturat për komisionin rregullator në komisionin qendror të zgjedhjeve, pasi mandati i komisionit aktual, pra ku opozita ka 2 antarë dhe majoranca ka 3 antarë, duhet të përfundojë, por me një marrëveshje politike është lënë që edhe zgjedhjet e 9 nëntorit të bëhen me këtë komision rregullator dhe më pas deri në fund të muajit mund të përzgjidhen antarët e rinj të komisionit rregullator. Gjithashtu çështje tjera jashtë rendit të ditës që pritet për të dominuar seancën plenare janë pikërisht zhvillimet e një dite më parë që kanë lidhje kryesisht me institucionin e presidentit të Republikës. Partia Demokratike tani më ka depozituar dhe ka nisur procedurën zyrtare për shkarkimin e presidentit Bajram Begaj për 7 shkelje kushtetuese që thot opozita që i ka kryer zoti Begaj, përfshirë jo vetëm dekretet antiligjore sipas opozitës, por edhe përfitimet e parregullta që ka marrë në punë private. Përkatësisht zoti Begaj rezulton të jetë i punësuar në një spital privat dhe ka marrë gjithashtu pagë nga Akademia e Sigurisë, pra dhe sipas kushtetutës nuk lejohet që presidenti i Republikës të përfitojë nga aktiviteti privat. Gjithashtu edhe punësimi të birit kanë nxitur debate dhe kanë çuar opozitën në këtë kërkesë për shkarkimin e tij. Majoranca është e qartë, presidenti Begaj nuk do shkarkohet. Zyra e presidentit ka reaguar ditën e djeshme duke thënë se pohimet e opozitës janë tërësisht të pavërteta, edhe pse kemi transaksione të thesarit të shtetit për hir të së vërtetës, ndërkohë që gjithashtu opozita ka thënë se zoti Begaj ka shkelur kushtetutën edhe kur ka ndërhyrë në gjykatën kushtetuese për mbarimin e mandateve, në një seancë e cila do të zhvillohet pikërisht sot në orën 12, ku antarët e gjykatës kushtetuese do të marrin në shqyrtim në seancë në bazë dokumentash kërkesën e presidentit të Republikës për mbarimin e mandatës antarës së gjykatës kushtetuese Sonila Bejtja. Një tjetër pikë që kanë nxitur debat në opinion pikërisht lidhet gjithashtu me institucionin e presidentit dhe me parashtrime që ai ka quar në gjykatën kushtetuese për sa i përket çështjes Veliaj, parashtrime urdhëruese duke thonë në parashtrimet e tij 14 faqe, institucioni i presidentit të Republikës thot dhe akuzon gjykatën kushtetuese si rrallë ndonjëherë që ka shkelur kushtetutën dhe ka prishur rendin demokratik, madje shkon deri aty sa thot që kanë bërë puç kundër presidentit të Republikës. Çfarë ka kërkuar konkretisht presidenti, pra të anullohet ose të anullohet pezullimi i zgjedhjeve apo të njihet ndoshta vlefshmëria e dekretit të tij që zgjedhjet të mbahen më 9 nëntor? Pra duket sikur janë dy pika të përafërta, por nuk mund ta kërkojë që zgjedhjet të paktën. Po, më thuaj. Po. Presidenti i Republikës nuk ka kërkuar të mbahen zgjedhjet më 9 nëntor, pasi kjo do të ishte pamundur edhe proceduralisht, pasi kërkesa do të shqyrtohet në datën 31 tetor dhe për 9 ditë nuk mund të mbahen zgjedhjet. Në relacionin e tij dhe më pas në kërkesat e tij, presidenti i Republikës para kërkon fillimisht që në fillim të seancës së datës 31 gjykata kushtetuese të konstatojë moskompetencë lidhur me dekretin e presidentit të Republikës për shpalljen e zgjedhjeve, të vendos gjithashtu heqjen e pezullimit të dekretit të presidentit të Republikës dhe të vendos në përfundim të shqyrtimit të kërkesës së zotit Veliaj, se ajo kërkesë është e pabazuar në njenin 115 të kushtetutës, ku flitet për shkarkimin dhe ankimin e organit të zgjedhur të veçqeverisjes vendore, dhe në pikën 4 presidenti i Republikës kërkon që të shpallen zgjedhjet e reja në Tiranë sipas përcaktimeve ligjore, pra jo më vonë se 30 ditë nga hyrja në fuqi e vendimit
të gjykatës kushtetuese, pra që i bie që zgjedhjet sipas urdhërit të presidentit duhet të mbahen në dhjetorin e vitit 2025. Ajo që ka nxitur debat nuk është thjesht kërkesat e zotit Begaj, kërkesat që si institucion PAL padyshim mund të jetë legjitim për t'i bërë ose për t'i kërkuar në gjykatën kushtetuese. Ajo që ka nxitur debate në 12 orët e fundit duhet theksuar është tonet me të cilat është shkruar kërkesa e presidentit të Republikës drejtuar gjykatës kushtetuese. Pra në një pikë presidenti thekson gjithashtu thotë se gjykata kushtetuese ka cënuar kushtetutën në mënyrë si e ka trajtuar të gjithë procesin dhe më pas tonet urdhëruese ku i bën thirrje gjykatës kushtetuese për të marrë vendime sipas parashtrimeve të tij. A është ky një rast i pazakont ku presidenti në fakt kundërshton një vendim të gjykatës kushtetuese? Si ndoshta është komentuar nga juristët, por po ashtu edhe ashtu sikurse e the ti, këto 12 orët e fundit? Po. Lili, nuk është rasti pazakon që institucioni presidencës të jetë palë tretë në shurtimet gjyqësore, pasi institucioni presidentit në këtë rast është palë tretë për shkak se do të shqyrtohet kërkesa e kryetarit të shkarkuar të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, por e pazakonta në gjithë këtë proces, duhet thonë, është pikërisht mënyra se si është shkruar argumentimi ligjor dhe 14 faqet e parashtrimeve të tij në gjykatën kushtetuese nga ana e presidentit, institucionit të presidentit të Republikës, por barra gjithmonë bie mbi titullarin e institucionit. Pavarësisht të gjithave, pra presidenti i Republikës ka të drejtë të bëjë parashtrimet e tij ashtu siç ka të drejtë për të bërë parashtrimet pala interesuar që është Erion Veliaj, por edhe Këshilli i Ministrave të cilët do të argumentojnë se pse kanë shkarkuar me VKM Erion Veliajn, pasi dhe më pas gjykata kushtetuese ti marrë parasysh të gjitha palët në mënyrë për të vendosur se çfarë do të ndodhë fillimisht me shkarkimin e Erion Veliajt dhe më pas me zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë, a pritet që këto dy çështje, pra çështja e shkarkimit dhe konfliktit me gjykatën kushtetuese, ndoshta të ndikojnë në balancën politike mes presidentit dhe parlamentit, e po ashtu a pritet që të jetë çështje diskutimit edhe pse të jetë se ke pak më lart ditën e sotme mes opozitës dhe ndoshta mazhorancës? Çfarë pritet të kërkojë nga ana tjetër opozita ditën e sotme në lidhje me këtë çështje? Se përket balancës së presidentit me parlamentin, po. Ato janë prishur, qartë, po pra duke qenë se presidenti i Republikës është zgjedhur nga Partia Socialiste dhe Partia Socialiste ditën e djeshme me një herë pas kërkesës së Partisë Demokratike deklaroi se presidenti nuk do shkarkohet me gjas para se të lexojë dhe argumentimet ligjore që ka bërë Partia Demokratike, pasi koha ishte shumë e shkurtër nga dorëzimi i kërkesës në përgjigjen e Partisë Socialiste dhe 200 faqe të Partisë Demokratike nuk mund të lexohen ndoshta për një gjyqësore, pra tregon qartë që ka një vullnet politik për të mos e shkarkuar presidentin e Republikës, pavarësisht situatës ligjore në të cilën ndodhet presidenti dhe pavarësisht provave që ka dorëzuar Partia Demokratike. Pra Partia Socialiste do të marrë parasysh si gjithmonë forcën e kartonave në një procedurë e cila pritet të ndërpritet. Pra nëse ecim me këtë mendim, procedura që nis për shkarkimin e presidentit, pra ajo mund të ndërpritet në një seancë plenare pasi Komisioni i Ligjeve të bëjë një relacion për shkarkimin ose mos shkarkimin, për nisjen ose mos nisjen e procedurës për shkarkimin e zotit Begaj nga posti i tij. Dhe padyshim në javët në vazhdim, jo vetëm në seancën e ditës së sotme, por edhe në javët në vazhdim deri në një vendim përfundimtar të parlamentit, kjo është çështja që pritet të dominojë skenën politike në Shqipëri dhe përplasjet mes palëve. Ndërkohë që ashtu sikur se ti e the, nuk e di nëse pritet apo jo që mazhoranca të lejoj ndoshta diskutimin në kuvend, por nga ana tjetër dua të të pyes se ndoshta cili ka qenë qëndrimi i saj ose cila është atmosfera ditën e sotme në lidhje me këtë çështje. Nga një përshkrim që mund të bësh, ndoshta mes takimeve që mund të kesh pasur me deputet përkatës.
Është shumë e qartë që Presidenti i Republikës nuk do të shkarkohet të paktën deri në këto momente, pasi vullneti i hekurt i Partisë Socialiste për ta mbajtur në zyrën e presidentit është i madh dhe sigurisht që gjërat mund të ndryshojnë. Në javët në vazhdim ne kemi parë që asgjë nuk është më surprizë në skenën politike shqiptare, por që mbetet për të parë të gjitha hapet e tjerë, pasi procesi i shkarkimit të presidentit është një proces kushtetues i cili rregullohet shumë mirë nga kushtetuta dhe nga rregullorja e parlamentit, dhe në çdo rast do të jenë disa hapa që do të bëhen. Për shembull, do të mblidhet Komisioni i Ligjeve për të hartuar një raport për hapjen ose jo të një komisioni hetimor, pasi Presidenti i Republikës nuk mund të shkarkohet që një nënpunës i thjeshtë, dhe për shkak të posti që është i pari shteti, do të duhet ngritja e një komisioni hetimor, nëse shikojnë të arsyeshme palët, në mënyrë për të hetuar çdo veprim ose çdo shkelje pretenduar kushtetutës së Presidentit të Republikës, dhe më pas ky raport i kalon seancës plenare. Por edhe nëse shkarkohet Presidenti i Republikës, ne kemi rastin e zotit Meta. Ilir Meta ka qenë presidenti i parë që është shkarkuar nga parlamenti me kartonat e Partisë Socialiste, por këtë shkarkim e konsideroi antikushtetues gjykata kushtetuese, duke e lënë zotin Meta pikërisht në detyrën e presidentit. Duket sikur jemi në kushte të tjera për sa i përket zotit Begaj, pasi zoti Meta në atë kohë kur u shkarkua, pra për shembull nëse mund të bëjë një paralelizëm, u shkarkua për shkak se Partia Socialiste pretendonte që zoti Meta ka shkelur kushtetutën kur ka bërë fushat elektorale në vitin 2017. Ishte koha e paramarrjes zyrtarisht të detyrës, por ishte zgjedhur president i Republikës. Gjykata kushtetuese e rrëzoi pretendimin e Partisë Socialiste, ndërkohë që tani më jemi në kushte të tjera që nuk është gjendur asnjë president të Republikës, duhet thënë, në këto kushte, siç është përfitimi nga sektori privat dhe dypunësimi i presidentit të Republikës dhe lidhja që familjarët e tij kanë me një kompani e cila përfiton tendra të vazhdueshëm nga institucionin që drejton zoti Begaj. E kuptoj. Miris, unë të falenderoj, sigurisht do të kemi të tjera lidhje nëse do kemi zhvillime interesante jashtë ambienteve të parlamentit, derisa të nisë seanca plenare në orën 10. Faleminderit, uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Mirë, ne ndërkohë do të vijojmë të mbetemi në zhvillimet e politikës dhe në fakt ne cekëm edhe pak me gazetarin Isa Myzyra, majoranca dhe opozita nuk kanë arritur ende konsensus për përbërjen dhe drejtimin e komisioneve për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Partia Demokratike kundërshton modelin e përfaqësimit të propozuar nga Partia Socialiste, e cila në fakt kërkon të mbajë drejtimin e reformës territoriale, ndërsa opozita i ofron bashkëkryetar me të drejtë vetoje në reformën zgjedhore. Kuvendi njoftoi të mërkurën se majoranca dhe opozita kishin arritur konsensus në konferencën e kryetarëve për ngritjen e dy komisioneve të posaçme parlamentare, një për reformën zgjedhore dhe një për reformën territoriale, që do të rishikojnë ligjin zgjedhor dhe ndarjen administrative të vendit. Por vetëm pak minuta më pas, Partia Demokratike e hodhi poshtë njoftimin përmes kryetarit të grupit parlamentar Gazmend Dybardhi, i cili deklaroi se modeli i përfaqësimit politik në komisione mbetet vija e kuqe që pengon çdo marrëveshje me Partinë Socialiste. Që nuk ka patur asnjë dakordsi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, dhe ndërsa nga njëra anë bëjnë se kur japin barazin në komision mes majorancës dhe opozitës, nga ana tjetër na diktojnë dhe se kush është opozita. Sa i takon reformës territoriale, propozimi ka qenë që majoranca të ketë shumicën, pra komisionit përbëhet nga 17 anëtar i ndarë 9 me 8, kërkesa jonë ka qenë barazi. Nga ana tjetër, socialistët përmes kreut të grupit Auland Balla kujtuan traditën e bashkëpunimeve të mëparshme për komisione të tilla si Këshilli Politik i vitit 2017. E para, ka një traditë parlamentare, i referohem tu vendimit të Kuvendit të Shqipërisë të vitit 2017 për ngritjen e komisionit posaçëm reformës zgjedhore, për të garantuar sa të jetë e mundur përfaqësimin e të gjitha partive politike në kuvend. Kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore, është e domosdoshme që edhe partitë parlamentare të cilat nuk e kanë në grup parlamentar, ose më mirë akoma
partitë politike që nuk e kanë dashamirësinë e një grupi parlamentar të madh që të heqë deputet nga vetja dhe të japi mundësinë atyre të formojnë një grup parlamentar, të jenë të përfaqësuara në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Edhe në 2017 kemi bërë këtë gjë. E kemi lënë këtë pikë për ta diskutuar. Partia Socialiste ka propozuar që Partia Demokratike të ketë bashkëkryetar me të drejtë vote në komisionin zgjedhor, ndërsa drejtimin e reformës territoriale ta mbajë mazhoranca. Ndërkohë, kolegji zgjedhor i dhan të drejtë Partisë Socialiste duke detyruar Komisionin Rregullator të përcaktojë afatet për zgjedhjet e pjesëshme vendore të 9 nëntorit në 5 bashkitë e vendit. Sipas vendimit, fushata zgjedhore do të nisë më datë 1 nëntor dhe do të mbyllet më datë 7 nëntor. Kolegji zgjedhor vendosi këtë të mërkur pranimin e kërkesës së Partisë Socialiste për të detyruar Komisionin Rregullator për të përcaktuar afatet për zgjedhjet e 9 nëntorit në 5 bashki të vendit. Sipas vendimit, fushata zgjedhore për zgjedhjet e pjesëshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Berat, Tepelen, Cerik, Mat dhe Vlorë fillon më datë 1 nëntor 2025 dhe mbyllet me datën 7 nëntor, ku data 8 do të jetë heshtje zgjedhore dhe data